Me lot gëzimi dhe me ndjenjë të madhe krenarie që mezi përshkruhet me fjalë, Kaula Aziri u ngrit në podiumin e Zagrebit duke mbajtur medaljen e artë në qafë. Një moment që shënon kulmin e një rrugëtimi të gjatë në kampionatin mesdhetar të bowlingut 2026. Mendoj jo veç për vete, po se cili sportist e ka një ëndër të njëjtë sikur unë që kom pas me pa flamurin e Kosovës në podium, e lema me pa në vendin e parë duke marrë një medalje të arit, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm për shkak që kemi bu histori. Federata e bowlingut Kosovës ka shkrujt historinë ato momente duke ngritë edhe flamurin e Kosovës njëjtën kohë, duke bu gjithë sallën me u zgjun kam për me ndëgju himnin e Kosovës. E mendoj që me qenë vetë ajo lojtarja që e bën atë të mundun për herë të parë, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm edhe shumë emocional për mu, po edhe për krejt ata që na kanë ndjek në ato momente. Me tregu drejt e kom pas një farë ndjenje, a ditë ndoshta duket pak ma si shaka, po për mëngjesit fillova me ushtru himnin e Kosovës, se kisha një farë ndjenje që ka mund dëgjun atë sallë pa tjetër edhe shqyqër që e bun atë mundur me unë dëgjun këtë sallën. Dallimi me garat e tjera ka qenë kryesorja kjo medalja edhe normalisht respekti që e ku marrë prej këtëve në atë moment edhe si ndoshta ma e reja aty në atë kampionat ku kemi marrë pjesë, normalisht kom garu me senjore, me femna ma djetra se sa unë, po të njëjtën kohë dhe me vajzat tjera të reja, po dallime tjera të kam qenë ma e reja, do me thonë 17 vjeç edhe me arrit me korë këtë sukses për herë të parë për Kosovën, ka qenë një ndjenje e papërshkrueshme dhe besoj që herave tjera kur të fitojna medalje, kemi me pasat knatësinë dhe krenarinë e njëjtë që po ngritet prap flamuri, po nuk besoj që ka me u ndje sikur herën e parë. Ky triumf nuk erdhi rastësisht, pasi qëndrojnë orë të panumërta pune për kushtim dhe besim i palëkundur në vetvete. Normalisht si në çdo garë tjetër na gjithmonë si sportist me atë mentalitetin e forcisë dhe konfidencës, gjithmonë njeriu përgatitet që ka me bu ma të mirën dhe çdo herë jemi mundu me bu ato. Edhe mendoj që çdo herë kemi arrit, po normalisht sfidat, secili kampionati ka sfidat e veta, po babi ka qenë aty, ka qenë edhe ekipi gjatë që u konë shtysa kryesore për me më dhonë mu motiv, po ne e di që kam një familje mbrapa. Ja kom dediku këtë medalje edhe mamit tim, që e përshëndes shumë, edhe ja kom dediku me një mënyrë asaj këtë medalje, njëjtën kohë edhe vëllezërve të mi që kanë qenë suportuesit më të mëdhej edhe përkrasit më të mëdhej gjatë këtij udhëtimi, po të njëjtën kohë edhe krejt njerëzve, shoqënisë, familjarëve, do me thonë familjes zgjerë, ata që më kanë përkrahur gjatë gjithë këtij udhëtimi tim dhe nuk kanë qenë asnjëherë ata që kanë thonë që nuk i me mujt me arrit, kanë qenë gjithë ata që më kanë shty përpara dhe kanë thonë që ti ki me mujt me e bo dhe ja që e bona. Unë bowlingut e kom fillu me një moshë shumë të re. Unë e kom fillu me u mirë profesionalisht me bowling prej moshës 10 vjeçare. Edhe mendoj që gjithmonë e kom pas qatë dashninë e njëjtë për sportin e bowlingut, e kom pas një farë pasioni sa herë që e kom shiku për shembull babin duke lujt, e kom pa vetën qatë sport gjithmonë. Edhe unë më ka ra për shembull me lujt edhe sporte tjera, po nuk e kom pas atë dashninë e njëjtë edhe atë ndjenjen e njëjtë që kom pas kur kom lujt bowling, edhe e kom ditë që me punë edhe me angazhim gjithmonë dikun kemi me arrit. Vetës time, kur kam qenë ndoshta 8 vjet, 9 vjet, fillimet e para në karrierën e bowlingut, kisha dashur me i thonë që e ke arrit, po nuk është fundi. Ka ende gjona të reja që kanë me na prit, sfida të reja, mësime të reja, po normalisht edhe medalje ma shumë. Me emocione të tilla, ajo shpreh edhe dashurinë për Kosovën, duke e vendosur gjithmonë vendin në qendër të çdo gare dhe çdo suksesi. Motivi jam, forca jam ma e madhe është kur e shoh flamurin e Kosovës. Mendoj që ajo është krenaria dhe mburrja ma e madhe e çdo sportisti, edhe sa herë që e shoh flamurin e Kosovës, e shoh kombëtaren time, ekipën time, trajnerin tem që njëkohësisht është edhe babi im, e di se sa punë kemi bu dhe sa sfida kemi kalu për me arrit aty. Unë nuk e kom përjetu luftën, se unë e kom lind 1 vjet pas pavarësisë, po
Kur i shoh çka kanë hek gjeneratat më herët, e zo për shembull babin tim, e shoh çka kanë hek këta kur i ngon luftë, edhe ti do me përfaqësim mirë. s'është problem. Se këta janë lot gëzime. E kur i shoh për shembull çka kemi hek na si popull për me mri një liri, çaj është faktori kryesor që më shtyn si njeri, po të njëjtën kohë dhe si sportiste me ngrit atë flamur që ka luftu për liri edhe për gjithçka për me mri, domethënë një pavarësi edhe një unitet, edhe mendoj që sporti, ditunia edhe gjitha këta faktorët kanë rëndësi shumë të madhe me një shtet për shkak që shihen këtë botën. Domethënë ti kur fiton një medalje, krejt bota ka me pa flamurin tënd. Edhe ka me të pa ty si sportiste se çka bën ti dhe çysh lufton ti. Unë nuk e bëj këto veç për veten, unë e bëj për këtë njerëz mas meje që domethënë më përkrahin, po të njëjtën kohë e bëj edhe për Kosovën. Kërkoj falje. Ka ula edhe pse në moshë të ri, ku njeriu vetë se fillon të ëndërroj, ajo nuk ëndërron më, ajo tashmë po jeton atë.